Partia Demokratike bëri sot prezantimin e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë fjalës së tij akuzoi qeverinë aktuale për dështim dhe korrupsion dhe bëri disa premtime për shqiptarët. Ky koalicion që inaugurohet sot, që paraqitet sot para shqiptarëve, përfaqëson jo vetëm shumicën absolute në distancë të qytetarëve shqiptarë, por përfaqëson në distancë elitën politike dhe të gjithanshme të kombit shqiptar. 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Gjithashtu kryetari të Partisë Demokratike Sali Berisha nuk i munguan batutat në fjalën e tij. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet hardhuc